Nuk e di pse nuk ka duar trokite nga publiku, po ç'të ketë Xhanën. Sepse mbase të para të gjitha këto plane kështu të mbledhura me njëra tjetrën nga data 3 janar e 2026 deri sot, i duket një ngarkesë e madhe. Miri. Po, në fakt tani më duket si çuditshëm se këto ditë kemi qenë qetë dhe duket si u kemi qenë në një epokë tjetër. Po, realisht ka ndodhur këto brenda Big Brotherit. Unë me Mateon kemi pasur shumë debate të forta. Mateo ka ardhur ditën 1 këtu brenda në Big Brother dhe është marrë me mua drejt për drejt me informacion ndoshta edhe nga jashtë, sa e ka parë nga jashtë, dhe i ka përmendur të gjitha fjalët më të këqija kundra meje. Unë edhe te klipi fillimit i kam thënë që je në autobus, kaq, asnjë gjë tjetër. Ai nuk ka lënë gjë pa më thënë, gjë nuk e di. Me artisti poshtër, me plak pa dhëm, me ku diun të gjitha, paqezi, pisët, i ulët, pler, anti-shqiptarin ka thënë, nuk do shkosh në Kosovë, se çfarë problemi kisha unë mos shkoja në Kosovë. Dhe ofendimet e tuja. I ke thënë të gjitha je njeriu i parë në këtë shtëpi që ke hyrë me ofendime. I pari, dhe pastaj më brapa ka ndodhur gjëra tjera. Ti, Mateo, e ke parë nga jashtë, ke thënë, unë dua situata me Brikenën, Brikena nuk kishte asnjë lidhje me ty, sepse kemi parë që te Prime i parë ku ka ardhur ti, ajo ka hikur, nuk ka dashur edhe kishe fatin e madh, më takove mua atje te akuariumi, edhe u more me mua sepse po të merresh me lojtarin që ishte në atë moment në top form, ti do ngrihesh, do faktorizohesh. Normalisht e shfrytëzove këtë gjë. Edhe kjo është arsye që ti kur hyre te kjo shtëpi ishe më i qetë pastaj sepse kishe marrë vëmendjen tënde dhe ta kam thënë. Në këtë momentin që do hysh në shtëpi mbas akuariumit do të binte radha, nuk e di kur do të binte. Dhe çfarë bëre më mbrapa? Ishe i qetë, u merre me vajzat, tentove situatën me Selinin, pastaj fliste për horoskopin, nuk kisha asnjë lloj situate në këtë shtëpi. Ke dalë në Prime vetëm për çfarë? Debatin me Mirin dhe me Brikenën. Kjo është loja jote, Mateo. Asnjë lloj loje tjetër këtu në këtë shtëpi. Ke qenë më ofenduesi në këtë shtëpi. Ke dash të më prisje veshët. Se kur do mi pres që ato vesh, unë po pres. Mbarove viktimizimin. Mateo? Viktimizim, okej. Atëherë, që në momentin që kam hyrë të shtëpia vllajt madh, qasja e parë ka qenë me Mirin, edhe më ka bërë përshtypje arroganca Mirit, përveç se nuk ka pëlqyer loja e Mirit. Dhe debatet e para kam pas me Mirit nga sjellja e tij arrogante dhe jo mirëpritëse. Kishte asnjë lloj arrogance. Pastaj, në vijim kam qenë në brendësi të marrëdhënies Mirit Selin, aty kanë filluar dhe debatet e para kur Miri na përndiqte. Bote skena xhelozie e tjera me radh. Pastaj kam vajt, lutem se nuk do preva. Pastaj prap kam qenë kundra lojës Mirit, fakti që merrte dhe shfrytëzonte shokët e tij për lojë. Fakti që kishte këto ushtarët e tij që i përdorte po për lojë dhe gjatë gjithë kohës e kam konsideruar lojën e Mirit pisët, kam parë një Mir ofendus, një Mir kërcënues, siç e kemi parë te ke klipi, një Mir të dhunshëm që më është afruar kush e di sa herë në fytyrë. Dhe ka bashur dhunë fizike, edhe këto debate ka qenë të vazhdueshme deri sot. Dhe sa për ti kthyer përgjigje Mirit, për sa i përket lojës time, Mateo ka pas debate me Mirin, me Rogertin, me Juelën, me Stenaldon dhe me shumë banorë të tjerë këtu përveç marrëdhënies time që kam me Brikenën. Ndryshe nga ty, Miri dashur, që e vetmja gjë që je për folur tim Big Brother është një krevat dhe marrëdhënie që kemi me Selinin nga dita 1 deri në fund të ditës 120. Ti nuk e bër asnjë gjë tjetër përveç se je për folur për të njëjtën marrëdhënie. Nga dita parë, ke dita e fundit, nuk i ke dhënë asnjë gjë këtij Big Brotheri. Edhe jetia që na ke kthyer personale, edhe më ke kërcënuar, kish të gjithë ofendimet e një pas njëshme që ke bërë. Jetia që ke kërcënuar edhe ke kthyer marrëdhënien në personale për një çështje, për një mos më ndërprer. Për çështje që kemi Mirin, që kur ka qenë në marrëdhënie me Selinin në fillim, ka marrë të njëjtat akuza i dashuruar për ndjekës dhe xheloz, edhe përgjigja Mirit ka qenë ti idiot. Ti e debil, ti e pis. Ndërsa sot në ditën 113, kur Miri është ndarë nga Selini,
Tani që nuk I leverdisin me akuza për të qëndruar në lojë, Miri kalon ke kërcënime dhe lot rolin e viktimës, sikur jemi ne që po nxjerrim Keshmirin, jo Keshmiri që na dal. Javë e dytë, ke dhoma e rrëfimit dhe ka shprehur që do këtë vajzë. Një perceptim gabuar. Ke frikë flasur. Prandaj më ndërpren. Prandaj përmend familjarët e Brikenës. Kam shumë Ti që na marr si purzoti. Prandaj përmend familjarët e Brikenës. Prandaj edhe ke dasma jon dhe rrie këtu mbrapa Rogertit kur dole ta prishni dasmën me fjalimin dhe pastaj thonë dua të ndaj çakmakun për respekt, ndërkohë që thua je falso. Miri, lojtari me lojën më të pistë këtu, je ti. I vetmi lojtar këtu nuk e ke respektuar. Momenti që mund thuje falso, dhe momenti që rrihet ty mbrapa, kur lexohet fjalimi, mos thuj do vija ta ndizja për respekt, se nuk kam nevojë për respektin e një njeriu që do të tregojë diçka falso, nuk kam nevojë. Nuk e kam nevojë. Nuk i kupton. Nuk e kam nevojë. Ti je falso, nuk kam nevojë për respektin tënd. Se do vija sa për sy e faqe. Nuk kam nevojë. Për respekt gjen Mandezi shoku im. Jo ti. Jo ti që thuje falso, jo ti që thu keni histori dashurie fake, edhe që bën imi akuza të një pasjeshme. Nuk kam nevojë për hipokrizinë tënde. Për hipokrizinë tënde s'kam nevojë. Unë kam qenë aty në çdo moment njerëzor, kurse ti njerëzor nuk e do. Nuk e do. Po vetë se kam pas marrëdhënie me Mateun ku kemi bërë diskutime. Tani na flet për njerëzor. Ishe ti ai aq falso që basën ke kërcënuar. Kemi qenë duke bërë mohabet ke divani dhe më ke thënë, ajo ishte loja, kurse kjo është njerëzorja. Ndërkohë, ajo që ti konsiderove lojë, ti përdor për lojë. Edhe maqove në personale, ti maqove personale dhe më kërcenove, edhe me hipokrizimet madhe, ke divanin thoje, tu jemi ke njerëzoja, ati ishim ke loja. Tani, ti, ose na ke kërcenu, e dashke me na vraja, ose ti borolin e viktimës Miri, ose gartu me borolin e viktimës. Ti vetëm akuzon, ti nuk ke argument, ti thua je i dashuruar. Gjitha akuzat e mia janë me argumente. Ajo është akuzë. E ke faktu ti, me gjithë veprimet që ke bërë, me atë që ke thënë ke dhoma e rrëfimit. Ty je ti Miri, dhe ke thënë vendës të lartë, që mbaj përgjegjësi për veprimet e tuaja që ke bërë nga dita 1. Atëherë ku leverdiste, e mbaj gojën mbyllur, përgjigjesh vetëm ofendime. Kurse sot kalon me kërcënime, edhe pastaj ke divanin atu, atje ishte loja, tu është njerëzorja. Si e konsideron ti lojën kur mund kërcënon? Okej, Mateo, të pyes, Miri ty të akuzon se duke qenë se hyre në shtëpi 2 javë pasi ai ishte aty, ke krijuar një ide tënden për lojën e Mirit duke e ndjekur nga shtëpia. Po. Kur hyre ti aty brenda, ishe me këtë ide apo the fillimisht do ta njoh Mirin edhe do e kuptoj. Unë normalisht personalisht apo do e sulmoj si thot ai. Pra Miri thotë që ti e ke sulmuar në minutën 2, apo jo? Unë personalisht nuk njihja as Kristin as Mirin nga afër. I kisha parë nga larg, nga pak, ai sa kisha parë Big Brotherin. Jo, ke parë shumë mirë. Nuk kisha përshtypje pozitive për Mirin. Por që në momentin e parë që jemi taku, kam parë një Mir arrogant, i cili nuk ma dha as mundësinë me u njohur, që fillim kur i thash, hajde ulemi, bisedojmë, a do flasësh ti me mua, a do më thënë ti Paskal për të marrë me mua. Paskal nga jashtë, ke parë nga jashtë. I kam thënë, o vllai dashur, unë kam marrë nga prajmi këtu. Unë kam marrë nga prajmi këtu. Situata jashtë, jo ti Paskal për të marrë me mua. Edhe unë pas kam thënë, ty që ka 7 dorë duke qenë vetja më e rëndësishmi, më i miri, më i bukur. Jo vllai dashur, qëndro me këmbë tokë. Qëndro me këmbë tokë. Edhe mirëpriti banorët e tjerë që vijnë. Nuk po pret njëri me ashtu tapetin e kush, po të paktën të tregosh edukat dhe mirëpritje. Se atyre që do ti, ja je mundin Miri. Atyre që do ti shfrytëzohet. Do të thënë qëndron kjo që thot Mateo apo kjo që thot Miri? Unë erdha dhe veshme me të bardha, thash paqe, qeqi. Po mirë, shiko, diskutim konstruktiv është. Shumë konstruktive. Para një herë mendoja që nuk do ta kishim prapë këtë debatin, se e filluam me shumë, na pëlqeu shumë me emocion dhe unë uroj që ta vazhdojnë edhe mbrëmje sot ti ulin tonet, mos të përtasin. Shiko, do kemi dhe ashtu dhe kështu. Ai po se na ulo veshi. Po ç'keu ti dhe 2 javë janë bëj si të bësh. Blak jam u vllak. Ta që janë çuna trilet bërtasin. Unë do hy në 2 gjëra. Unë do doja që Mateo t'ja kishte dhënë mundësinë Mirit për ta njohur. Pra sepse Mateo sa hyri që në 3 janar, hyri me shpat në dorë. Kjo ndoshta erdhi dhe si rezultat, po themi të informacionit që ai kishte parë lojën 2 javë më përpara dhe kishte krijuar, o Miri ta mbaroj, dhe kishte krijuar, po themi një perceptim të vetes vet, pra sa çfarë ndodhte brenda.
dhe nuk ja dha këtë shans. Dhe ishte koha që debati ishte midis Mirit, Selinës dhe gjithë shtëpia ishte kundër atyre të dyve. Dhe ndoshta konflikti me Mirin e mbante në lojë Mateon edhe duke pasur një mundësi, po themi, që të kishte Brikenën në një anë dhe konfliktin në anën tjetër, po themi, me Mirin. A është tepruar debati mes tyre dhe nëse po nga cila palë? Unë mendoj, shiko, të dy kanë problemet e veta, nuk diskutohet. Unë do doja që Mateo për shkak edhe të moshës, ndoshta edhe për shkak se kishte një avantazh që hyri pak më vonë, duhet të krijonte mundësinë ose duhet të jepte mundësi vetes vet për ta njohur Mirin në, po themi, në një fushë tjetër. Nga ana tjetër, pikërisht se është më i madh në moshë, kjo nuk do të thotë. Dëgjoj një sekond, se di. Pikërisht se është më i madh në moshë, Miri nuk ka pasur fjalë fyese ndaj teje. Ka pas plot Monika, Miri ka dalë në klip duke më kërcënu, ti më thu mos ka pas Miri fjalë fyese. Ma ka kthy më Mirin personale, jo Mirin. Lutem. Ti janë gjithë kohës që thon Miri nuk është ofendues, për teksa ofendues edhe kërcënues. Po ta vëm dhe një herë klipin dhe po të jemi më të vëmendshëm, do të shikosh që ti ke ripërsëritje fjalëve që nga 3 janari deri në fund. Po njësoj po të njëjtën gjë, po të njëjtën gjë, ke po të njëjtat fjalë. Pra, domethënë e ke replay të gjitha. A erdhi Miri në fund me fjalët e veta kërcënuese, që po themi, që për mua prap vjen dhe si një rezultati një kohë mjaft të gjatë që kemi ju aty brenda. Dhe po të shikosh, Mirin e keni sulmuar të gjithë për bashkëshorten dhe për vajzën. Miri ka qenë Miri ka qenë gjithmonë. Miri ta mbaroi pak. E ke bërë të surprizë. Për marrëdhënie që kanë pasur me Brikenën. Mirë, nuk je ti më vallë. Ajo është e pamundur. Është e pamundur, pra sa herë unë është e pamundur që ti të mos bërtash. Edhe me kështu me tantel franceze sot gjas me çiçi. Po nuk ka rëndësi Dandela edhe Dida Buba, shpërthej që ç'kemë atë punë. Unë po them që nuk e shikoj shumë fair nga Mateo marrëdhënien e tij me Mirin. Duhet i kishte dhënë kohë dhe mundësi Mirit për që ta njihte më shumë. Okej, Miri, dua të pyes pak, duke krahasuar Mateon me dy banorë të tjerë gjysmë finalistë, të cilët janë aty dhe kanë të njëjtën cilësi siç ka dhe Mateo. Pra faktin që kanë hyrë më vonë dhe automatikisht kanë parë lojën si publik nga shtëpia para se të hynin aty. Si të është dukur ty qasja fillestare e Rogertit dhe Shëndritit? A kanë qenë ata njësoj si Mateo, pra kundër teje, apo kanë dashur të njohin? Si të është dukur ty? Po të flasim për Rogertin, Rogerti kishte një synim shumë qartë, donte ndante dyshen Selin Miri, me qëllimin që të bësh me Selinin, atë e ka thënë vet atë pjesë. Kush ka ardhur kot të ofendu. Dhe momenti më i vështirë që kam pas me Rogerti ka qenë pjesa e komentit për incestin. Po, edhe sot e ke Rogerti. Pastaj çdo gjë është qetësuara, ne kemi normalizuar gjërat me njëri tjetrin, domethënë gjëra që Mateo si ka bërë. Ofendime, siç i ka thënë Mateo, Rogerti ka shime, nuk ka bërë. Ai të ka akuzuar për incest, ka ofenduar grupin ku je pjesë. Po them. Tim thumë grupin e Rogertit. Grupin se një. Po pra ta ka ofenduar karrierën tate. Kurse Shëndriti që në momentin e parë që është futur te shpella ka hyrë me informacioni nga jashtë. Sepse me ty qasja me ty, po atleti çka ku bën. Qasja te unë. Po. Te unë. Qasja me ty që me informacioni nga jashtë më ke pyetur për fjalën pervers. A di ti Miri çfarë do thotë fjala pervers? Jo, s'është vërtet. As pak. O mirë, mos gënjej. Ma leta ti se po flasim ka shumë sy, ma flasim një sekond. Ai kishte me radhë folën. A kemi me radhë folurën më. A kemi me radhë. E kemi me radhë folurën. Okej, çfarë jote ka qenë super arrogant. Në momentin e parë ky personi super arrogant. Shëndriti ka hyrë në këtë shtëpi kur unë ja futur atje te shpella. Ka hyrë me akuzat se se kena votuar për lider. Sepse se kena votuar për lider. Kush është ky me na thoni vetë pse s'u keni votuar për lider. Arsyeja e parë, arrogancë. E para punës ka përmendur fjalën pervers dhe ky patjetër mas 2 ditë po, nga jashtë. Mas 2 ditë po. Nuk kishte në asnjë moment të bëja një muhabet normal. Sepse jam shoku i Dimos, jam shoku i Mateos, jam kundra jote. Dhe më bëte provokime drejt për drejt kundra lojës time me Selinin. Drejt për drejt. Po ja fut kot. Para shumë ti po thuaj që edhe këta të dy e kanë pasur në fillim qasjen e njëjtë si Mateo. Robert kishte
moderuar. Shëndriti e ka Atëherë ne për çastin e mirë. Si e shikon ti këtë raport të Mirit me Mateon? Tani, unë kam shumë gjana për t'i thonë Mateos, në fakt. Sepse Mateo është i vetmi lojtar që 4 ditë të funit ja ka fut një gjumit, nuk e dija i ka bërë narkozën nusja, apo jo, sepse pretendova që në 4 ditë të t'i sharoshin ato gjana. Dhe unë e di që Miri ka qenë i gatshëm për të folë, por Mateo ka i diçka. Kur shkoni i thu sepse meriton finalen, ty nuk them gjatë. Kur i them sepse meriton Brikena ma shumë se ti, kush je ti që pyt? Kur i thu Mateo, a ke hangër gjatë, kush t'pyti? Pra Mateo ka një fjalim shumë shkur. Unë e shoh këtë lloj marrëdhënie, unë e shoh këtë lloj marrëdhënie të një anshëm. Pra, ofendim nga një anë dhe Miri pret edhe s'din ç'a më thon. Nëse rolin viktimë si do më marr pra Mirit, është ofendim. Miri i kthehet për të ofenduar mbrap. Në çështë njerëzore me Mirin dhe jo me Rogertin. Një debat konstruktiv, Miri ja jep se është i vetmi lojtar njerëzore me Mirin dhe jo me Rogertin. Dhe Rogerti Miri di vetëm 6 fjalë. Dhe ka shtuar shtaten në hape barkun. Asnjë gjatë tjetër s'di më bëj. Do merrem ofendimet e tuaja. Me çnimet e tuaja. Ka parë në përfaksimin me nusën e vet. A kthy mrapan. Siç është kthy me nusën e vet. Dua të dëgjoj Shëndritin dhe pastaj Selin. Shëndrit. Marrëdhënien debatet mes Mirit edhe Mateos si shoh situata, debate pa ndonjë finale, sepse fillojnë vazhdojnë me një rrugtim të gjatë ofendimesh nga të dyja anët, por asnjëherë nuk ka ndonjë konkluzion. Por në asnjë formë nuk e bëj Mirin me Elon, me thonë që unë kam qenë më i sjellshëm këtu, nuk kam ofenduar kurrë, sepse ofendimet më të rënda kanë qenë pikërisht nga Miri vet, edhe përderisa Miri gjun me gur, mos pret Mateo me gjujt me lula. Asnjë debat nuk e kam hapur me Mateo. Me Mateo me ofendim. Po, e ke ti që s'di sa im ka ke respektuar surprizda fizik. Selin bëre viktimizim që po marr. Selin ka ndodhur pra. Reject ka ndodhur. Me radhë të kuptohen. Selin. Atëherë Ledion, ky debati është debati jetuar nga data 3 janar që Mateo ka ardhur në shtëpi dhe deri sot që jemi 11 prill. Mateo mbetet për të thënë që kur ka ardhur, e ka parë që Miri ka qenë një nga lojtarët më aktiv dhe ka gjetur mënyrën e tij për të hyrë në lojë, që mendoj se në asnjë pikë nuk është i problem të gjesh një banor dhe të duash të futesh në lojë ndërmjet atij personi. A ka patur Mateo ofendime? Patjetër që po. A ka patur Miri ofendime? Ndoshta pak më vonë se Mateo, po i ka pas edhe më të rënda. Unë mendoj se ky debati mes çunave deri në një pikë ka qenë me argumenta. Nga ajo pikë deri më sot është një situatë e përsëritur her pas here pa asnjë si shtatë shëndrit rezultat. Unë mendoj që kjo java, edhe për Mirin, edhe për Mateon, duhet ishte një javë analize të njëri tjetrit dhe të debatit të tyre. Dhe asnjëri, as tjetri nuk duhet të vinë Mir, duhet të shohësh edhe ti të shkosh Mateos. Dhe asnjëri, dhe as tjetri, jo që vetëm nuk e kanë bërë, po jam shumë e bindur që nuk e kanë as kapacitetin dhe argumentin për ta bërë. O Mir, mos e dëgjoni, nuk e kanë bërë fjalën. Nuk e kanë bërë. E ke akuzuar vetë. Dhe sa po e thash, që analizën asnjëri, as tjetri nuk e kanë kapacitetin dhe argumentin për ta bërë. Se ke bërë Mateo Mir, nuk e ke bërë. Nuk e ka ky debati me ty. E keni ju me njëri tjetrin. Po, e fillon te Darka normal dhe filloi i dashuruar. E filloi nga e para, tani çfarë ti ju me provokime, me cënime dhe me ofendime. Ti dhe shokuja. Ti dhe shokuja. Ti më kërcënove. Ditët e fundit. Ditët e fundit. Bulgaria na konfrontove fizikisht. Ditët e fundit kam qenë unë që kam bërë muhabete njerëzore me Mirin. E kam pyetur për aksidentin me makinë. E kam pyetur për karrierën. Kushtum këngët edhe gjitha. Rogerti ka qenë xheloz i koordinat. Po çka kam bërë këtë mundsi. Po s'ke mund dorsa Miri nuk ka ndonjë të bëjë muhabet njerëzore. Ti ke ballë llogarit vllaç, nuk e Miri. Miri do me mesazhe nuk ka ulje për tavolinë. To Mateo. Hajde ulemi dhe flasim. Se ka bërë Miri
që për moshën që ka të tregonte më shumë maturitet se unë, më shumë respekt se unë, se ka për njërë, ndërkohë Mateo i ka për mirit muhabete njerëzore dhe ditët e fundit. E qartë, Brikena, si e shikon ti? Lidion, që në momentin e parë kur jemi futur shpela unë me Miri nuk është se u konë shumë i kënaqë po futët e shpela, edhe që në momentin e parë që Mateo ju ka qas Mirit, Miri ju ka kthy me i mënyrë arrogante, unë këto këgja e kam pa me sytë mi dhe ju ka kthy me i mënyrë arrogante. Këta dy kam pas debate, vëshi sekund, këta dy kam pas debate tërkohën, po që kohën e fundit Mateo për shembull ja u ka hedh një provokim edhe Miri me herë ja ktheke me ofendim. Kështu që unë jam plotësisht dakord me Mateo në pjesë.